Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, hani preshë çdo ditë dhe nuk do vuani më nga ky problem. Në një familje me hudhra dhe qepët, preshi spikat jo vetëm prej aromës së tyre, por edhe prej vetive ushqyese që ka. Ndonë se jo aq të përdorur sa qepët dhe hudhra, preshat kanë veti befasuese, ushqyese dhe kuruese. Këtu ju do të mësoni arsyet me vlerë se pse nuk duhet ta ndani preshin nga kuzhina. Janë të pasur me minerale, janë lehtësisht të tretshëm, rindërtojnë florën bakteriale të aparatit tretës, rimineralizojnë trupin në rast mungese, pastrojnë trupin, janë laksativ, pastrojnë dhe lubrifikojnë muret e aparatit tretës. Ka veti diuretike dhe antiseptike. Është një aleat shumë i mirë për sistemin tuaj kardiovaskular, shëron kolesterolin e dëmshëm. Preshi është një nga perimet e cila i takon familjes Allium dhe njësoj si hudhra apo qepët, edhe preshi është një minier mineralesh, vitaminash që sillin një sër përfitimesh për shëndetin. 100 gram presh përmban 1,5 gram proteina, 14 gram karbohidrate dhe 83 gram ujë dhe yndyrra minimale. Gjithashtu preshi është një burim fantastik i shëndetit tuaj dhe i disa lëndëve ushqyese si për shembull vitamina B6, vitamina A, vitamina C, folate, hekur, vitamina K dhe njëkohësisht ai është tepër i rëndësishëm edhe për magnezin dhe manganin. Këtu ne do t'ju listojmë të gjitha arsyet pse nuk duhet ta ndani atë nga piramida juaj ushqimore. Shëndeti i kockave. Preshi është një burim i pasur i magnezit dhe i kalciumit, minerale shumë të rëndësishme për shëndetin e kockave. Gjithashtu, ato ndihmojnë për shndërrimin e vitaminës D në formën e saj aktive në trup. Aparati i tretjes. Preshi është një burim natyror i probiotikëve. Probiotikët janë një lloj i mirë i baktereve që shumohen në traktin e tretjes. Ata kontribojnë në një sistem të shëndetshëm të tretjes dhe luajnë një rol tepër të rëndësishëm edhe në thithjen e lëndëve ushqyese. Ngrënia e preshit gjithashtu mundet të ndihmojë edhe në mbajtjen e ekuilibrit të baktereve të stomakut dhe mundet të ndihmojë në eliminimin e toksinave dhe të stimulojë lëngjet tretëse. Burimi i mirë i antioksidantëve dhe i vitaminave. Preshi përmban vitaminë A, vitaminë K së bashku me sasi të konsiderueshme të niacin, acidit folik, magnez, riboflavin dhe tiamin. Ngrënia gjatë shtatzanisë mundet të ndihmojë në parandalimin e defekteve të tubit nervor tek të porsalindurit. Ndërsa vitamina B e pranishme në presh mundet që të promovojë shëndetin e zemrës. Shëndeti i zemrës. Studime të ndryshme kanë treguar se perimet të cilat i përkasin familjes Allium munden që të kenë një ndikim pozitiv në tensionin e gjakut. Trajton anemin. Preshi gjithashtu është i pasur me hekur i cili mundet që të ndihmojë në parandalimin e llojeve të ndryshme të anemisë, sidomos anemisë në mungesë të këtij minerali. Gjithashtu është i pasur me vitaminë C që mund të ndihmojë në thithjen më të mirë të hekurit në trupin tuaj. Për një kohë të gjatë preshi është parë si një perime me të cilën vetëm gatuhet nga shtresat e varfra, por më pas, me zbulimin e vlerave edhe familjet më të pasura filluan që ta përdornin preshin në kuzhinën e tyre. Sipas dietologëve, preshi është një thesar dhe duhet të jetë në tryezën tonë sa më shpesh. Është një luftëtar i shkëlqyeshëm,
kundër yndyrës dhe sheqerit në gjak, presioni të lartë të gjakut dhe fal fibrave AI normalizon sistemin e tretjes. Kombinimi specifik i përbërësve të lartë ushqyes e bën pjesë të rëndësishme të një diete të ekuilibruar mirë, kujtojnë ekspertët. Preshi përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës C dhe B6, acidit folik dhe hekur. Këto substanca përthithin sheqerin në gjak nga sistemi i tretës dhe në këtë mënyrë ato ndikojnë në normalizimin e metabolizmit dhe rrjedhimisht nivelin e tij në gjak. Gjithashtu, studimet kanë ardhur në përfundim se konsumimi i rregullt i preshit, sidomos i freskët, dërgon në rritjen e nivelit të kolesterolit të mirë, ndërsa yndyra e keqe thjesht do bësohet. Ruajtja e një ekuilibri në trup ka një rëndësi të madhe në parandalimin e shumë sëmundjeve, përfshirë edhe ato të zemrës. Personat të cilët vuajnë nga hipertensioni duhet që patjetër ta fusin preshin në dietën e tyre ditore. Ndër të tjera, preshi ndihmon edhe në rregullimin e gjumit edhe përmban kalcium. Ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e eshtrave. Përveç kësaj, mundet që të veprojë edhe si një antiseptik i butë dhe kështu ndihmon trupin tuaj që të luftojë infeksionet tuaja. Përkundër të gjitha vlerat që përmban preshi, ekspertët mjekësorë thonë se njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundje të tilla të fshikës së urinës dhe të tëmthit duhet që ta shmangin atë. Nutricionistët gjithashtu kanë theksuar se ata janë fajtorët e një substance e cila kur golltitet në sasi të mëdha kristalizohet dhe mundet që të shkaktojë probleme që prekin këta pacient dhe gjithashtu mundet që të bllokojë edhe thithjen e kalciumit. Ju duhet vetëm ujë i gazuar dhe një presh. Përbërësit janë një presh i hollë i freskët me rrënjë dhe 1,5 apo deri në 2 litra ujë të gazuar apo ujë mineral. Procedura: një flet presh merret dhe tundet nga toka. Rrënja duhet të ruhet e freskët dhe e pa dëmtuar. Lani për një kohë të gjatë në ujë të rrjedhshëm të ftohtë, derisa të lahet papastërtia më e vogël nga ajo. Gjithashtu, lani mirë gjethet dhe çdo kalium ku mund të mbahen papastërtitë. Vetëm majat e gjetheve të cilat zakonisht thahen priten nga gjethet. Nëse preshi është i gjatë, priteni atë në 2 ose 3 pjesë për ta vendosur në një shishe me 2 litra. Shishe gjithashtu duhet të lahet plotësisht paraprakisht. Pastaj shisha mund të mbushet me ujë të gazuar dhe mbyllet me kapak. Shkundeni shishen dhe lëreni në të ftohtë për 24 orë, ndërkohë që shisha duhet të tundet 5 deri në 6 herë në mënyrë që uji të fermentohet. Do ishte më mirë ta përgatisni këtë në mëngjes në mënyrë që të filloni ta pini mëngjesin tjetër. Nuk ka dozë të caktuar, ju mund të pini të gjithë këtë lëng në vend të ujit të zakonshëm. Kjo dozë vetme është mjaftueshme për 24 orë. Një dozë e re përgatitet për ditën tjetër dhe gjithë terapia zgjat 1 muaj. Pas 1 muaji, bëni një ushtrim prej 7 ditësh, kontrolloni sheqerin në gjak dhe nëse është e nevojshme përsëriteni edhe një herë. Preshët nuk hidhen, por hahen si sallatë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.